Amerika do t'i hapi krahun Izraelit për ta vazhduar operacionin në Iran, sepse është në radhë parë që interes kombëtar i Izraelit që Irani të mos ketë kurrë në një fuqi bërthamore. Pse? Irani nuk e njeh shtetin e Izraelit dhe një Iran fuqi bërthamore do të thotë kërcënim ekzistencial për Izraelin. Por ajo që tha Trumpi që ne nuk na udhëheq kush, ideja është në këndvështrimin tim që Izraeli, nëse nuk e realizon Izraeli, jemi ne që do ta realizojmë atë. Po. Ora mos është se mos bëhet shumë i leqar i befastues Trumpi sepse këtej përmban mirë me Putinin dhe i duhet kjo marrëdhënia preferenciale me Putinin në mënyrë që të bëjnë në një shpërthim të fuqishëm Iran dhe Rusia të rritë dorë jashtë. Shiko, Rusia për momentin nuk do sakrifikoj interesat e... Po ka goxha proteksion aty, ka për gjitha të marrëveshje. Rusia nuk do sakrifikoj interesat e veta për Iranin. Domethënë, ai me Iranin do ta... Rusinë e la, për dhe Iranin, Ukrainën 4 vjeç që s'po e merr dot. Aty ç'a ngelet më tash? A është perandoria apo? Po, perandoria është, po në këtë rast po ndahen interesat. Tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë prioritet punën e Iran. Bile kanë prioritet, unë them që kanë më shumë prioritet se sa punën e Ukrainës, punën e Iranit. Pse? Sepse është lobi izraelit që mbështeton është Izraeli, është Netanyahu që kanë marrë përsipër këtë punë ta realizojnë dhe atë do ta realizojnë edhe. Synimi këtu është që të arrihet, sepse ata i kanë informacionet që në marrëveshjen 15 vjeçare, për 15 vite Irani duhet pasuronte vetëm 3.67% uraniumin. Në fakt ai e ka pasuruar 60% dhe bëhet fjalë që ka pasuruar 90%. Pra ka sasinë për prodhimin e ka dalë nga Amerika nga ajo marrëveshje. Amerika ka dalë, po Trumpi doli nga marrëveshja. Trumpi e prishi marrëveshjen. Kuptoj, tani po flasim që është interesi i Izraelit dhe i Shtetit Bashkuar që mos jetë Irani mos prodhoj armë bërthamore. Po kush tha që Irani po prodhon banë bërthamore? Po, derisa ai shkojë në 60% dhe 90% ai është i ka. Kemi para, po jo më në mars, në fillim të marsit, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si çdo vit, del një raport, quhet Security Threat Assessment. 17 agjenci shërbimi informativ që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës, të gjitha bashkë nxjerrin një raport të përbashkët. Dhe në atë raport të përbashkët që nxorën si vjet, thojnë të 17 bashkë që Irani nuk ka program të bombës bërthamore, nuk ka qëllim të prodhoj bombën bërthamore, pavarësisht presionit të brendshëm që mund të ketë. Por Ayatollah Khamenei, që është kryesori, ka vendosur që jo, për arsye fetare. Pra, unë jam atë që thot avokati që Trumpi hiperbolizon gjërat për interesat e tij, për interesat e Izraelit. Për çfarë duhet marrëveshja bërthamore me nëse nuk i duhet marrëveshje, është presion. Nëse Trumpi beson fal tani, të dëgjova argumentin tat. Nëse Trumpi ka informacionin që thoni ju që është publikuar është edhe vendim fetar, është vendim fetar që nuk do prodhoj Irani armë bërthamore. Pse merret me Iranin? Po ma thoni ju pra pse merret me Iranin. Irani si ka këto që do Trumpi. Do të thotë se do prodhoj për armë bërthamore. Po tash ti, edhe këto agjencitë që i shërbejnë shtetit thonë që nuk e ka programin dhe nuk e ka nisur fare.